Horoskopi ditor, e shtunë, 15 nëntor 2025. Dashi. Sot ju fton të përqafoni spontanitetin ndërsa hëna kalon në për sektorin tuaj të aventurave. Rezistoni ndaj dëshirës për të planifikuar çdo detaj. Besoni në instinktet tuaja për t'ju çuar drejt gëzimeve të papritura. Ky shtrirje kozmike inkurajon eksplorimin e horizonteve të reja, të cilat mund të përfshin rishikimin e një projekti të papërfunduar me sy të freskët. Kur bisedoni, lejojini vetes të jeni të sinqert, pasi autenticiteti rrit atraktivitetin tuaj personal dhe profesional. Në frontin financiar, merrni në konsiderat vlerësimin e shpenzimeve të vazhdueshme. Një mundësi e vogël e paparashikuar mund të shfaqet në hapësirën tuaj të punës, duke kërkuar veprim të shpejtë dhe vendimtar. Megjithatë, mos harroni të balanconi entuziazmin me kujdes. Në romancë, një mesazh surprizë mund të nxjisë emocione nostalgjike, duke hapur rrugën për lidhje të ri për të rirë. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në teknikat e relaksimit për të qetësuar mendjen tuaj, duke siguruar qartësi mendore. Energjia e kësaj dite mbështet daljen jashtë zonës suaj të rehatis duke ruajtur veten tuaj autentike. Ushtrimet e frymëmarrjes mund të ndihmojnë në rritjen e energjisë dhe fokusit tuaj të përgjithshëm. Demi. Energjia kozmike e sotme përqendrohet në transformim dhe vetëzbulim, ndërsa dielli thekson sektorin tuaj të intimitetit dhe transformimit. Dëshirat në ndërgjegjshme mund të shfaqen. Është një shans për të thelluar në projektet dhe marrëdhëniet personale, duke i kushtuar vëmendje aspekteve që kërkojnë ndryshim. Bisedat familjare ose personale mund të ofrojnë njohuri për çështjet e pasgjidhura. Qasja juaj pragmatike ndihmon në gjetjen e zgjidhjeve praktike, veçanërisht në marrëdhëniet financiare. Investimet e bëra sot, veçanërisht në vetërritjen ose të mësuarit, mund të japin kthime të frytshme. Profesionalisht, besoni intuitës suaj për të udhëhequr bisedat. Natyra juaj e bazuar është forca juaj, por sot kërkon një dozë përshtatshmërie. Romanca lulëzon me përvoja të përbashkëta, prandaj merrni në konsiderat të bëni diçka të ndryshme me partnerin tuaj. Përqendrohuni në shëndetin tuaj duke rishikuar zgjedhjet dietike. Kërkoni rregullime të vogla që sjellin ekuilibër. Sot është një kohë e përkryer për të rivlerësuar dhe rafinuar qëllimet tuaja. Përqafoni cenueshmërinë. Kjo mund të thellojë lidhjet tuaja dhe të hapë shtigje të reja të mirëkuptimit. Binjakët. Meqense hëna lehtëson komunikimin, sot është ideale për ndarjen e ideve. Ky shtrirje kozmike ju inkurajon të artikuloni qartë mendimet tuaja, duke e bërë atë një kohë optimale për prezantime ose negociata. Përpjekjet bashkëpunuese favorizohen dhe mund të gjeni më shumë përmbushje në punën në grup. Megjithatë, keni kujdes nga nxitimi në komunikim, pasi detajet mund të rrëshqasin. Sigurohuni që emailet ose dokumentet të jenë të hollësishme. Marrëdhëniet personale lulëzojnë përmes shkëmbimit të ndershëm. Filloni dialog për të zgjidhur keqkuptimet e mbetura. Në aspektin shoqëror, aktivitetet në grup ose ngjarjet e komunitetit mund të nxisin mundësi të papritura, duke ju lidhur me rrjete me ndikim. Financiarisht, sot mbështet rivlerësimin e buxheteve dhe planifikimin e investimeve të ardhshme. Në romancë, ndjekjet e përbashkëta intelektuale mund të forcojnë lidhjet, duke sjellë një ndjenjë të ri për të rirë angazhimi. Për mirëqenjen, ushtrimet mendore si enigmat ose leximi mund të rrisin fokusin dhe ta mbajnë mendjen tuaj të mprehtë. Përqafoni momentet e heshtjes, duke lejuar hapësirë për njohuri krijuese. Energjia e kësaj dite mbështet lidhjen kuptimplote dhe qartësinë mendore. Gaforria. Me hënën që ndriçon sektorin tuaj financiar, sot kërkon vëmendje të kujdesshme ndaj burimeve tuaja. Është një kohë e favorshme për buxhetimin ose rivlerësimin e qëllimeve financiare, duke u siguruar që jeni në një rrugë të sigurt. Kërkoni këshilla nëse është e nevojshme. Një perspektivë e re mund të ndriçojë strategji të dobishme. Në frontin e karrierës, veprimet praktike të ndërmarra sot mund të hapin rrugën për rritje në të ardhmen. Tregoni iniciativë në punë, pasi do të vihet re pozitivisht nga eprorët. Emocionalisht, sot mund të sjellë luhatje. Prandaj jepini përparësi praktikave të kujdesit për veten që ju mbështesin. Besojini zemrës suaj për të udhëhequr ndërveprimet ndërpersonale, veçanërisht brenda familjes suaj. Ndarja e hapur e ndjenjave mund të nxjisë një kuptim më të thellë në marrëdhëniet tuaja më të ngushta. Romanca përfiton nga bisedat e sinqerta që ndërtojnë siguri emocionale. Angazhohuni në aktivitete edukuese. Gatimi i vaktit tuaj të preferuar ose krijimi një hapësire komode në shtëpi mund të përmirësojë humorin tuaj.
Ushtrimet e vetëdijes do të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit emocional gjatë gjithë ditës. Yjet mbështesin një përzierje pragmatizmi dhe intimiteti emocional sot. Luani. Sot I kushton vëmendje marrëdhënieve personale. Pasi dielli rrit sharmin dhe aftësitë tuaja shoqërore. Është një ditë e favorshme për biseda të përzemërta dhe forcimin e lidhjeve me të dashurit. Jini të hapur për të angazhuar në diskutime rreth planeve të ardhshme, ose për të bashkëpunuar në projekte krijuese që ndezin pasionin dhe qëllimin. Në arenën profesionale, aftësitë tuaja të lindura të leadershipit ka të ngjarë të tërheqin vëmendje pozitive, duke ofruar mundësi për të udhëhequr iniciativa. Qëndroni modest, duke pranuar kontributet e ekipit për të nxitur një mjedis harmonik. Financiarisht, merrni në konsiderat shërtimin e investimeve për të siguruar përputhje me qëllimet afatgjata. Një këshilltar I besuar mund të ofrojë njohuri të vlefshme. Prandaj qëndroni të hapur ndaj udhëzimeve. Sa I përket shëndetit, prioritizoni aktivitete që balancojnë mendjen dhe trupin. Yoga ose një shëtitje e shpejtë mund të fuqizojë shpirtin tuaj. Përqafoni të qeshurën dhe gëzimin, duke I lejuar këto të udhëheqin zgjedhjet rekreative. Nën këtë ndikim qiellor, lejoni që zemra juaj t'ju udhëheqë drejt lidhjeve dhe përpjekjeve që mbushin gëzimin, duke kërkuar mundësi për të ndriçuar ata përreth jush. Virgjëresha. Rreshtimi planetar I sotëm thekson organizimin dhe planifikimin. Kjo është një kohë ideale për të marrë me detyra të vonuara ose për të vendosur qëllime të reja, duke shfrytëzuar vëmendjen tuaj natyrale ndaj detajeve. Duke përmirësuar proceset, do ta gjeni veten më efikas dhe më pak të stresuar. Profesionalisht, aftësitë tuaja analitike shkëlqejnë, ndoshta duke zgjidhur një problem që të tjerët e gjetën sfidues. Kujdesuni të mos jeni tepër kritik në skenaret e punës në grup. Përpiquni për reagime konstruktive. Financiarisht, rishikoni shpenzimet për të identifikuar çdo humbje. Tani është një moment I shkëlqyer për të hartuar strategji kursimesh. Në marrëdhënie shprehni vlerësim për të dashurit, duke pranuar mbështetjen e tyre. Shmangni perfeksionizmin në çështjet romantike. Pranimi forcon lidhjet më shumë se sa kritika. Konsideratat shëndetësore sugjerojnë zbatimin e një rutine të qëndrueshme, duke u përqendruar në qasje holistike si meditimi ose rregullime dietike. Balanconi punën me hobi krijuese për të ushqyer shpirtin tuaj. Sot, yjet rreshtohen për të mbështetur një qasje praktike, por edhe ushqyese, duke inkurajuar si rritjen personale ashtu edhe angazhimin në komunitet, duke lënë një ndikim domethënës. Peshorja. Me Venusin që ndikon në sektorët tuaj shoqëror sot, ju tërheq drejt sharmit dhe ndërveprimeve harmonike. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të krijuar rrjete dhe për të krijuar aleanca të reja, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Diplomacia juaj natyrale mund të lehtësojë tensionet dhe të nxjisë bashkëpunimin në ekipe. Jini proaktiv në kontaktimin me kolegët ose miqt, duke forcuar rrjetin tuaj të mbështetjes. Romanca gëzon një shtytje nën këto yje. Nëse jeni beqar, lindin mundësi për lidhje kuptimplote në mjediset shoqërore. Për ata që janë në marrëdhënie, kënaquni me aktivitete të përbashkëta që rrisin intimitetin. Financiarisht, shqyrtimi I kujdesshëm I partneriteteve mund të zbulojë mundësi të dobishme reciprokisht. Besojini intuitës suaj në marrjen e vendimeve bashkëpunuese. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është çelësi. Aktivitetet që harmonizojnë mendjen dhe trupin, të tilla si vallëzimi ose tai chi, mund të rivendosin ekuilibrin. Kërkoni bukurinë dhe frymëzimin në mjedisin tuaj për të përmirësuar humorin tuaj. Angazhohuni me artin ose muzikën për të stimuluar shprehjen krijuese. Universi inkurajon përqafimin e mundësive shoqërore dhe ndjekjen e paqes në të gjitha ndërveprimet sot. Akrepi. Meqense planetët përqendrohen në vetanalizë, sot është ideale për vetë-reflektim. Zhytuni thellë në psikikën tuaj për të zhbllokuar potenciale të fshehura dhe për të përballur me emocione të papërpunuara. Kjo mund të jetë përmes mbajtjes së një ditari ose kërkimit të këshillave nga një person I besuar. Profesionalisht, njohuritë tuaja strategjike fitojnë njohje, duke ju pozicionuar për role udhëheqëse. Merrni rreziqe të llogaritura në sipërmarrje që ju interesojnë dhe mos u nguroni të shfaqni aftësitë tuaja unike. Financiarisht, sigurohuni që investimet të jenë të qarta dhe shmangni vendimet impulsive. Marrëdhëniet përfitojnë nga dialogu I ndershëm. Dobësia forcon lidhjet duke lejuar një kuptim më të thellë. Në romancë, eksploroni dëshirat e përbashkëta me partnerin tuaj për të thelluar lidhjen tuaj. Nga ana shëndetësore, përqafoni një rutinë detoksifikuese për të pastruar mendjen dhe trupin.
Meditimi ose yoga mund të ndihmojnë në arritjen e paqes së brendshme. Ndërsa yjet rreshtohen për të rritur intuitën dhe inteligjencën tuaj emocionale, kanalizoni këtë energji në ushqyerjen e rritjes personale dhe pasurimin e marrëdhënieve tuaja. Fokusi i sotëm në vetëdije premton njohuri transformuese. Shigjetari, me energjitë kozmike që përmirësojnë aftësitë tuaja të komunikimit, sot është perfekt për të ndjekur rritjen intelektuale dhe për të ndarë ide. Angazhimi në biseda ose debate mund të çojë në njohuri të reja dhe të krijojë lidhje të forta. Shfrytëzojeni këtë moment për rrjedhim ose prezantimin e planeve në punë, pasi aftësitë tuaja artikuluese mund të frymëzojnë të tjerët. Mundësitë për avancim në karrierë janë të mundshme nëse tregoni fleksibilitet dhe zgjidhje krijuese të problemeve. Financiarisht, sot favorizon eksplorimin e rrugëve të reja ose marrjen në konsiderat të investimeve në arsim. Marrëdhëniet përfitojnë nga shakat e gëzueshme dhe përvojat e përbashkëta të nxënit. Romanca lulëzon në një mjedis kurioziteti dhe aventure të ndërsjellë. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi aktiviteteve fizike që stimulojnë shpirtin tuaj konkurrues si sportet ose vrapimi, të cilat mund të rrisin vitalitetin tuaj. Përqafoni humorin dhe optimizmin, duke i lënë këto cilësi të pasurojnë ndër veprimet tuaja. Ndërsa kozmosi ju fton në një eksplorim idesh dhe besimesh, u besoni instinkteve tuaja për të udhëhequr vendimet, duke hapur horizonte të reja të mbushura me mundësi dhe premtimin e rritjes. Britsjapi. Planetët sot theksojnë detyrat dhe përgjegjësitë, duke theksuar nevojën për strukturë. Ndërsa përqendroheni në angazhimet profesionale ose personale, durimi dhe zelli do të sigurojnë suksesin. Organizoni agjendën tuaj për të balancuar punën dhe relaksimin, duke parandaluar lodhjen. Leadershipi juaj mund të shkëlqejë nëse i qaseni detyrave me planifikim metodik. Kolegët mund të kërkojnë mençurinë tuaj, duke ofruar mundësi për të mentoruar dhe ndarë ekspertizën. Financiarisht, shqyrtimi i detajuar i qëllimeve siguron që hapat praktik të përputhen me ambicjet tuaja. Shmangni shpenzimet e panevojshme, duke u përqendruar në kursimin për përpjekjet e ardhshme. Në marrëdhënie, komunikimet e hapura rreth pritjeve rrisin harmoninë. Romanca është e qëndrueshme me angazhimin si pikë qendrore. Shprehja e mirënjohjes përforcon partneritetet. Konsideratat shëndetësore duhet të favorizojnë metodat e provuara dhe të vërteta të kujdesit, të sigurojnë pushim dhe ushqim të mjaftueshëm. Praktikat e themelimit, të tilla si shëtitjet në natyrë ose kopshtaria, mund të lehtësojnë stresin. Energjia e kësaj dite shpërblen përpjekjet e ndërgjegjshme, duke lejuar përparim realist në ndërtimin e jetës dhe stabilitetit që dëshironi. Ujori, sot fton inovacionin dhe të menduarit jo konvencional, ndërsa hëna stimulon sektorët tuaj krijues. Përqafoni natyrën tuaj të menduarit përpara duke u marrë me projekte me një perspektivë të freskët, duke identifikuar zgjidhje unike për problemet e vjetra. Kjo energji mbështet bashkëpunimin me individ me të njëjtat mendje. Jini të hapur për seanca idesh. Profesionalisht, shfrytëzoni aftësitë tuaja të rrjedhimit për të krijuar aleanca që zgjerojnë ndikimin tuaj. Financiarisht, qasuni investimeve me një vizion afatgjatë, duke u përqendruar në rritjen e qëndrueshme. Marrëdhëniet lulëzojnë në shkëmbime të ndershme dhe të hapura. Jepni përparësi komunikimit transparent me miq dhe partnerët. Në romancë, gjeste spontane mund të ringjallin pasionin, duke ringjallur ndjenjat e lidhjes. Nga ana shëndetësore, eksploroni metoda holistike për të përmirësuar mirëqenien tuaj, të tilla si terapitë alternative ose praktikat e vetëdijes. Angazhimi në ngjarje ose kauza komunitare mund të frymëzojë, duke përdorur shpirtin tuaj humanitar. Universi inkurajon përqafimin e autenticitetit dhe origjinalitetit, duke hapur rrugën për përparime që përputhen me pasionin tuaj për përparim dhe ndikim shoqëror. Peshqit, ndërsa yjet përqendrohen në ndjeshmërinë emocionale dhe shpirtërore, sot inkurajojnë reflektimin e brendshëm. Përdorni intuitën tuaj për udhëzime si në frontin personal, ashtu edhe në atë profesional. Ndjekjet krijuese favorizohen, duke ofruar një rrugëdalje për shprehjen e vetvetes dhe çlirimin emocional. Profesionalisht, përdorimi i empatisë dhe mirëkuptimit mund të përmirësojë dinamikën e ekipit, duke inkurajuar suksesin bashkëpunues. Besojini instinkteve tuaja kur lundroni në çështje komplekse ndërpersonale. Financiarisht, energjitë e sotme favorizojnë konsolidimin e burimeve dhe planifikimin e kujdesshëm mbi përpjekjet e reja. Marrëdhëniet përfitojnë nga lidhjet ushqyese. Bisedat e përzemërta mund të zgjidhin tensionet, duke thelluar besimin dhe mbështetjen.
Në romancë, ëndrat e ndara me një partner mund të manifestohen në një realitet më të prekshëm. Për shëndetin, merrni në konsiderat aktivitete që përzihen spiritualitetin me fizikalitetin, të tilla si tai chi ose meditimi. Përpjekjet artistike do të ushqejnë shpirtin tuaj, duke siguruar ekuilibrin shumë të nevojshëm. Rrymat qiellore sot nxjerrin në parëndësinë e introspeksionit dhe empatisë, duke ju udhëhequr drejt një përzierje harmonike të dëmshurisë dhe praktikës në ndërveprimet tuaja. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.